Në Angli, nga eksperienca ime në kaq vite, mjekësia lë shumë për të dëshiruar. Dhe mendoj që neglizhenca është problemi më i madh në spitalet atje. Që me shtatzanin e parë jam hasur në neglizhencë, edhe gjatë shtatzanisë, domethënë injorimi i shqetësimeve që kisha. Domethënë në shtatzanin e parë më doli një problem me tiroide, të cilën prap nga këmbgulja ime në një klinik private pastaj, arritëm të gjenim që kisha probleme me tiroiden dhe mora mjekimin, por jo në gjatë ndjekjes të zakonshme në shtet. Atje nuk ka një mjek që të ndjek, janë mamit, dhe çdo herë që shkon takon një mamit të ndryshme, edhe në fakt ishte një tip shoku për mua kur shkova, që si nuk kam një mjek, si do takoj çdo herë një njeri ndryshëm dhe kur të lind do jetë një njeri komplet i panjohur.